Të lutem, shiko sa interpelanca po zhvillohen. Zoti kryetar, unë kuptoj që ky parlament nuk e ka me shumë dëshirë llogaridhënie, nuk e ka me shumë dëshirë mocionet me debat, interpelancat, komisionet hetimore, padyshim që doni ta mbyllni këtë parlament si një drejtori dhe ministri më shumë të kësaj qeverie, por zoti kryetar, sipas nenit 96-97 të rregullores, interpelancat janë një drejt ekskluzive deputetit. Ajo që po bëni ju, duke bashkuar interpelancat për një çështje madhore, ky parlament duhet flasi për shëndetësinë nga mëngjesi në darkë. Ministria duhet vi këtu në çdo seancë. Kam 3 muaj që kam kërkuar interpelancë për onkologjikun, për mungesën e barnave, për mungesën e poltronave në onkologjik, që marrin kimioterapin karrige, dhe sot vini e thoni që 3 interpelancat e 3 deputetëve të bashkohen në një në mënyrë antiligjore, antikushtetuese. Patjetër, mund të bëjmë interpelancat në seanca të ndara. Pse nuk i ndani seanca para ato interpelanca? Çdo deputet të bëjë një interpelancë çdo seancë, me që ministria ka shumë punë. Atëherë ta ndajmë, po jo të bashkoni interpelancat. Dhe pse e bëni këtë? E bëni që këtu mos jepet llogari. E bëni që t'i shmangeni çdo lloj transparence, çdo lloj mundësie për dhënë llogari për çështje etike. Nuk bëjnë analiza qytetarët shqiptar, kryetar, pas datës 20. Po u smure me datë 25, Zoti qoftë me ty. I keni thonë qytetarëve shëndetësim falas, dhe nga ana tjetër paguajnë nga xhepi i tyre 60%. Dhe ju mendoni që këto tema nuk janë të rëndësishme, dhe ju mendoni që mund bashkoni 3 interpelanca për çështje të ndryshme të deputetëve në një për t'ju shmangur, për deformuar llogaridhënien. Kjo është e papranueshme, kryetar. Kërkoj që interpelanca ime të jetë plot, kërkoj që çdo deputet ketë mundësi të bëjë interpelancë, dhe kjo që po bëni ju është e papranueshme. Po flasim për shëndet. Po flasim për smur me kancer. Nuk po flasim për verën 33.000 euro të kryeministrit. Apo për kopshin Eden 4.2 milion euro. Po flasim për gjëra etike që shqetësojnë qytetarët. Unë e kuptoj që ju ministrat, kryeministri e zgjidh tek privati jashtë shtetit, po qytetarët aty janë radh dhe nuk marrin dot shërbim shëndetësor. Ndaj ky parlament për dinjitetin e tij duhet flasi për shëndetësinë. Absolutisht dhe interpelancat jetë ndara. Falemderit. Falemderit, mbase nuk keni qenë këtu dhe nuk e keni dëgjuar shpjegimin. Së pari, ju lutem, unë nuk ju ndërpreva. Nuk ju ndërpreva. Lexoni nenin 89.2 dhe rregullores. Ju nuk doni, po e dua unë. S'kemi ç'bëjmë. Unë nuk di mënyrë tjetër se si mund drejtohet një seancë pa u bazuar në rregullore. Pra jemi komfort dhe ajo që nuk keni kuptuar, besoj, është që nuk po ju kufizohet hapësira deputetit për të folur siç e ka rregulloria, sikur të lutem mos bërtit, se s'ket drejt fare. Po s'ket drejt bërtasër, se unë po flas dhe duhet të respektosh fjalën e kolegut tënd që jam unë në këtë rast. Ju lutem, respektoni të drejtën e gjithë kujt për të folur dhe për të dëgjuar, siç u dëgjuat ju dhe nuk ju ndërpreu askush. Dakor? Edhe bërtitja nuk është argument. Pra, çdo deputet do flas gjithkohën që parashikon rregulloria, i vetmi ndryshim që e vendosi seanca tashmë, mos ma kërkoni më mua, është që ministria do të flasë një herë, do të bashkohet gjithë parashtrimet dhe s'përpër asnjë ndryshim. Po kjo është diskutim intelektual tani, sepse tashmë seanca ka vendosur dhe ne flasim kot. Vjoj me pikën 3. Jo pas se votoj seanca, nuk mund të flasim ne të dy mbi seancën. Replik për unë u përgjigja për replik. Ju s'mund të replikoni mbi replikën. Pika e 3. Interpelancë urgjente me Ministrin e Mbrojtjes, zotin Erman Lufi, kërkuar nga një grup deputetësh, grup parlamentar Partisë Demokratike. Interpelanca kërkohet në përputhje me nenin 80 kushtetutës dhe nenin 97 rregullores. Qëllimi i kësaj interpelance është të jepen sqarime lidhur me krijimin, funksionimin, mbikëqyrjen, marrëdhëniet, ju lutem kontraktuale dhe standardet e transparencës, llogaridhënies, shoqërisë shtetërore Kajo SHA. Fillojmë duke respektuar
ju lutem se jemi në mes të pikës. Pa tjetër që e zauruan procedurën, të gjithë procedurën e morët fjalën të gjithë, ju lutem. Kam filluar, tani mund të ketë edhe 10 kërkesa të tjera, unë kam filluar pikën tjetër, ju lutem, kanë folur 11 vetë në mos më shumë për interpellant, të gjithë ata që u regjistruan. Tani filluan pikën tjetër. Mund të shtohen gjatë ditës kërkesa për procedurë të tjera. Do ta marrim përsëri fjalën, por ju lutem nuk mund të bëjmë amulli. Kam filluar një pikë, të vijojmë tani me pikën e rendit ditës, se nuk e kuptoj sensin. Nuk e kuptoj fare sensin. Të gjithë që kërkuan fjalën e morën. Ju thash zonja Erisa Xhixho dhe vijojmë me rendin e ditës. Mbaroi zonja Xhixho, filluam me rendin e ditës. Nëse do ke, zonja Xhixho për shembull mund mos mbaroj asnjëherë, por do ta marr fjalën kur të ketë hapësirë rregulloria. Faleminderit. Fillojmë duke respektuar minutazhin e përcaktuar në 96.5 rregullore. Zoti Balliu, keni drejtën për të parashtuar interpelancën deri në 7 minuta.